Që në titull kuptohet se kemi të bëjmë me një libër që nuk përshkruan, por sjell dëshmi të rëndësishme për punën e bërë në drejtim të ringjalljes së Kishës Katolike në Shkodër në vitet e para nga rihapja e saj në nëntor të vitit 1990. Bëhet fjalë për librin Kur po ringjallej Kisha Katolike në Arqidioqezën e Shkodrës, kronika të viteve 1990-1997, shkruar nga John Stefa Misagli, i promovuar në Bibliotekën Zoja Shkodrës. Në ato vite, autori ishte gazetar në Radio Shkodra, e vetmja media në qytet, ndaj kronikat e transmetuara prej tij i ka zbardhur, sistemuar dhe botuar në këtë libër. Është thjesht dokumentim i historisë se këtyre viteve gjithherë bëhet fjalë për veprimtaritë e Kishës Katolike të Arkidioqezës së Shkodrës dhe jo për të gjithë aktivitetet e bënë në qytetin e Shkodrës, duke të bënë me ngjarje. Pra, aja që ka ndodhur në aktivitetet e kësaj periudhe. Këtu nuk bëhet fjalë, por lakohen emra nga më të rrishëm, sepse në atë periudhë kohët ka pas ngjarje që kanë qenë direkte, që e laku X apo Y. Shumë autoritetet asaj periudhe kanë qenë pjesë të veprimtarive dhe janë të shkruar në këtë libër, jo vetëm në autoritetet fetare, por autoritetet shtetënore, autoritetet partjake, autoritetet qeveritare, nga më të rrishëm element. Ndërsa studiuesi Gerardo Nikiari, duke folur për vlerat e këtij libri, theksoi rëndësinë dokumentare dhe historike të materialit të paraqitur. Vlera që unë shoh më së shumti në këtë libër është pa diskutim vlera historiografike që ka ky libër, për arsye se dëshmon ngjarje, lakohen emra, personalitete me profil të fortë publik ose jo publik, fetar, laik, që kanë kontribu në këtë proces të rindërtimit, restaurimit të Kishës Katolike në Arkidioqezën e Shkodrës. Pra ka një rëndësi shumë të madhe si botim për historianët, studiuesit, kërkuesit, shkencor vendas dhe ndërkombëtar. Stefa, një njohës i mirë i kulturës dhe traditave të Shkodrës, u shpreh se librat e tillë me dëshmi të përmbledhura në mënyrë kronike duhet të botohen më shpesh në vendin tonë. Ne në Shqipëri për fatin e keq nuk e kena këtë kulturën e prezantimit të faktit. Kjo nuk e di arsyn, por unë bëna atë çka mujta me bë vetë si një qytetar normal, qytetar i thjesht i këtij qytetit shumë famall dhe që e meriton. Gjatë promovimit, autori u vlerësua për përkushtimin e treguar, duke ruajtur me kujdes kronikat e transmetuara për 7 vite, të cilat pasqyrojnë jo vetëm aktivitetet e Kishës, por edhe shumë personazhe ngjarje të kohës. Botimi i tyre në këtë libër të veçantë sjell një kontribut me rëndësi të veçantë edhe në aspektin historik. Ky aktivitet ishte në kuadrin e ditëve përkujtimore të 35 viteve më parë kur u rihapen objektet e kultit, duke nisur nga Kisha Katolike me 4 nëntor të vitit 1990.